Shqipëria ka psuar një rënje të ndjeshme në indeksin e perceptimit të korrupsionit, sipas raportit më të fundit të Transparency International. Nga 42 pikë që kishte në vitin 2024, vendi vlerësohet të herë me 39 pikë, duke reflektuar një përkeqësim të perceptimit për korrupsionin në sektorin publik. Në renditjen globale, Shqipëria zbret në vendin e 91, duke humbur 11 pozicione krahasuar me një vit më parë. Në raportin e kaluar, ajo rendite jetë 80-a mes 182 shteteve të përfshira në indeks, çka tregon një regres të qartë në krahasim me vendet e tjera. Edhe Kosova shënon rënje në vlerësim. Për vitin 2025 ajo merr 43 pikë në indeksin e perceptimit të korrupsionit, një pikë më pak se në vitin 2024. Si pasojë, Kosova renditet e 76-ta në botë nga 182 vende dhe territore, duke humbur 3 pozicione në tabelën globale. Sipas Transparency International, sistemi i pikëzimit shkon nga 0 deri në 100, ku 0 nënkupton korrupsion ekstrem, ndërsa 100 përfaqëson një nivel shumë të ulët korrupsioni në sektorin publik. Renditja tregon pozicionin relativ të një shteti në raport me vendet e tjera të përfshira në indeks. Organizata sqaron se indeksi mbështetet në të dhëna që masin forma të ndryshme të korrupsionit në sektorin publik, rishfeti, keqpërdorimi i fondeve publike, përdorimi i funksioneve publike nga zyrtarët për përfitime personale, pa u përballur me pasoja, aftësia e qeverive për të frenuar korrupsionin në sektorin publik, burokracia e tepruar që mund të rrisë mundësitë për korrupsion në sektorin publik, emërimet politike në shërbimin civil, ligje që u mundsojnë zyrtarëve publik të mos e deklarojnë pasurinë apo konfliktet e mundshme të interesit, mbrojtja ligjore për personat që raportojnë rastet e rishfetit dhe korrupsionit, kapja e shtetit dhe qasja në informacione mbi çështje publike dhe aktivitete të qeverisë. Nga ana tjetër, indeksi nuk pasqyron përvoja direkte të qytetarëve me korrupsionin, perceptimin e tyre personal, mashtrimet tatimore, pastrimin e parave, korrupsionin në sektorin privat, ekonominë informale apo rrjedhjet e palishme financiare, duke u fokusuar vetëm te perceptimi i korrupsionit në institucionet publike.